Këtu është horoskopi i hënë 17 nëntor 2025. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Dashuria e preferuar, investoni në ndjenja pasi kjo ditë do të jetë pak e rënë në vendin e punës, ka prova ose provime për të kaluar. Përpjekja që keni bërë për të gjetur një zgjidhje të ekuilibruar për një çështje familjare të pezulluar tani do të jap fryte. Demi. Jeni dinamik, me imagjinat, rikuperoni një pasion të bukur në dashuri. Mundësi të reja. Marrëdhënie të shkëlqyera me akrepin dhe virgjëreshën, kënaqësi gjatë rrugës. Binjaket. Disa nga projektet tuaja dhe disa nga iniciativat tuaja të nisura në të kaluarën kanë qenë paksa shumë të lodhshme. Mundohuni të mos shpenzoni shumë para, të mos përfshiheni ekonomikisht. Gaforja. Puna lulëzon së bashku me dëshirën tuaj për të dashur. Mos harroni se gjithçka që po bëni tani është e rëndësishme, por nuk duhet të emocionoheni shumë. Moderoni shpenzimet tuaja. Luani. Tension në marrëdhëniet private dhe profesionale. Mundohuni të mos e teproni me para, bëni më mirë projekte të synuara, shpenzime për një transferim. Virgjëresha. Një ditë shumë produktive dhe e gëzuar nga një jetë familjare më e qetë. Lindjet, takimet, planet për të ardhmen e të dashuruarve nuk pengohen më. Peshorja. Kujdes, mund të pendoheni që keni marrë vendime të nxituara nesër, me vullnetin, fatin apo ndërhyrjen tuaj, ju duhet të ndryshoni një situatë pune. Akrepi. Këto ditë është pak e vështirë të mbash të gjitha përgjegjësitë që ke ngarkuar në kohët e fundit, pa pasur ndonjë dyshim të vogël. Shigjetari. Është koha për të bërë zgjedhje në karrierë. Tema e parave është vendimtare. Britsjapi. Veçanërisht nëse jeni i ri nuk dukeni shumë të bindur për atë që dëshironi të bëni në të ardhmen, në dashuri ka një farë pavendosmërie apo dyshimi për ta mbajtur nën kontroll. Ujori. Ju jeni i vrullshëm, kohët e fundit ka ndodhur shumë shpesh për të argumentuar. Çfarëdo që të bëni, gjëja e rëndësishme është të bashkoheni me njerëzit e duhur. Kushdo që sapo ka nisur një projekt të ri me një partner apo partner duhet të jetë i kënaqur në fillim. Peshqit. Dita lindi me një tension të vogël, asgjë serioze. Më mirë të reflektoni për zgjedhjet e reja të punës, largimet e reja. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.